këtë si deklaratë? Çfarë ndodh? Përse ndodhi kjo gjë? Përse ndodhi që Edi Rama nuk zbatoi kushtetutën, por u mundua të fshihej në kurrizin e brisht të këshilltarëve të Partisë Socialiste, të cilët i mblodhin në selinë e Partisë Socialiste. Madje jo pas muajit të tretë, po kaluaj treti, i katri, i pesti, i shtati, tani. Dhe këtu tani dalim pikërisht tek komenti politik. Pse ndodh gjithë kjo? Nuk kam problem ligjet janë shumë rregull, të paktën për këtë çështje. Ajo çfarë ka ndodhur është një gjë që ta konsiderojmë elefanti në dhomën e qelqurinave. Arroganca e madhe e pushtetit e mandateve që ka marrë Edi Rama. Dhe jo vetëm në këtë rast, por e filloi me Këshillin Bashkiak. Mbas 7 muajsh para. E dyta, e çoi i mblodhi në selinë e të ngratët, besoj atje do të jenë djersi shumë kur i ka thënë tani dhe do ta hidhin zjarr edhe pse besoj unë Erion Veliaj i ka çuar të gjithë si kështu. Dëgjoj, të lutem, arroganca jonë në pushtetit dhe jonë. Dhe fundit. Si do duhet të ndodhur? Se kjo është pyetja. Si do kishte ndodhur, po? Këshilli i Ministrave ka kompetencë në kushtetutë lidhur me këtë të drejtë që ta bëjë ai hetimin. Ka ndodhur një shkelje ligji? Ka ndodhur një shkelje kushtetute nga kryetari i bashkisë? Madje tjetër e rënd, pra me instrumentat e vet. Dhe ajo çfarë dim, e dim gjithë, që ka një institucion që është drejtësia, prokuroria, por dhe gjykata në disa vendime, të cilat janë duke proceduar për shkelje ligji kryetarin e Bashkisë Tiranë. Po dhe pastaj? Flasim me le themi me nuanca. Jo me nuanca, jo me. Dakor pra? Këshilli i Ministrave. Po, çfarë do bëjë? Këshilli i Ministrave do duhet kishte filluar një hetim të natyrës administrative për të gjitha pretendimet po i quaj unë deri tani se. Se duhet të hetoj Këshilli i Ministrave ku bëhet orë spaku. Ka detyrim ore. Jo, po kjo është pastaj është tjetër gjë. Tani s'po më jep përgjigjen. Pse duhet ta shkarkonte Rama Veliaj? Po prit pra po ta jap. Nëse s'është ai 3 mujoshi. Po ta jap. Po të më dëgjosh të ta jap. Pra do duhet bënte këtë gjë për të gjitha pretendimet e prokurorisë, për të gjitha pretendimet të cilat kanë bërë që kryetari i Bashkisë Tiranë prej 7 muajsh, nuk e di sa u bën, të jetë në arrest në burg, do duhet kishte marrë jo në fund të 3 muajve, jo në fund të 2 muajve, as të muajit parë, që në momentin e parë, do duhet kishte filluar një hetim të natyrës administrative dhe do dilte në konkluzion, po, ka bërë shkelje të kushtetutës, të rënd, shkarkohet. Ajo është tekalimi për gjyqësor, zoti. Si do dilte Rama do thoshte Veliaj retorikës së opozitës që ta bëjë këtë gjë. Jo, po më kalo të zgjidhja. Zgjidhja. Pse nuk e bëri Rama këtë? Pyetja ime, a bëhet kjo gjë? Se unë mendoj që s'bëhet. Po jo më e ka bërë. Si do vendos Rama nëse Veliaj ka shkel ligjin apo jo? Po në aspektin administrativ pra. Çfarë do të thonë ajo? Se kuptoj. Nuk e njoh sinqerisht se kuptoj. Them kod, të gjithë po të marr një rast mund ta verifikosh. Kryetar bashkie apo komune. Ka qenë një kryetar komune ta them tani? Po. Me të njëjtin kushtetut. Shkoi e arrestuan në Kosovë. Në një komune këtej nga Kuksi. E arrestuan në Kosovë. S'kishte as vendim, as gjë. E arrestuan autoritetet kosovare. Po. Qeveria bëri verifikimin edhe pa një vendim të gjykatës të formës prerë, konstatoi që kishte shkelje ligjore. Mund të arrestuar flagrancë, po s'jenë flagrancë, gabim është bërë në këtë rast. Jo, më s'është bërë gabim, se të mbron neni 105.1 të mbron, zote Ali Beaj. Prit, ta qoj deri në fund. Se për këta ankohet Veliaj, për keni shkatruar pa... Çfarë do thoshte ky variant që është varianti kushtetues? Do të thoshte që raporti midis Edi Ramës në krye të qeverisë dhe Erion Velis në krye të bashkisë të ishte antagonist. Edi Rama, kur ka hedhur firmën, s'mund të fshihej mbas kurrizit të këtyre. Do dilte vetë, dhe thoshte po, e ke shkelur, shkarkohesh, por ai ka dashur që të mos futet pikërisht në atë konfliktin midis atij
Dhe çfarë bëri? Përdori Këshillin Bashkiak. Kjo pastaj është e dyshimt, dhe kjo është e dyshimt se sa mund të qëndroj, po gjykata do të flasi në fund. Gjyqin final e bën gjykata. Pra Edi Rama kësa i është mangur. Kthehemi me njerë dhe politika, po një koment shumë shkurt. Arsyeja kryesore sepse ka futur në një shtjellë dhe tashme e fundit. Sinqerisht, pavarësisht kësaj, politikisht më bindet, po juridikisht nuk jam i bindur se si mund të gjej mënyrë për shkarkuar Veliaj. Nuk ka bindur fare, se praktikisht nuk është... Në rregull, kam opinionin tim, po juridikisht unë nuk shoh asnjë hapësirë që përveç nenit 62 të shkarkojë Veliaj. Nuk ka në asnjë mënyrë. Shkeljet të ligjit të kushtetues. Po ku i ka shkelur më? Ai është akoma i pafajshëm. Do ta bëjmë të thjeshtë. A prezumohet i pafajshëm Veliaj në burg? Po atëherë si do të verifikosh ti që ka shkelur ligjin? Shkeljet penale ka dy lloj. Neni i kushtetutës nuk bën fjalë për shkelje penale, po për shkelje administrative. Të ta bëjmë më të thjeshtë për ta kuptuar. Ti e di që kontrolli i lartë i shtetit i kontrollon pushtetin vendor, apo jo? Po. Tendera, leje. Po pra ka realizuar kontrolli i lartë i shtetit kur kontrolli i lartë i shtetit në një rast hipotetik në bashki, nuk pa akuzat zoti Veliaj për detyrën që ka për bashki. Ka shkelur, ka shpërdoruar, ka vjedhur dhe nxjerr një raport, qeveria mund ta marrë dhe ta shkarkoj. Se që ndodhë pastaj me procesin penal është një histori tjetër. Besoj është i kuptueshme. Okej, në rregull. Muharremi, ja vetëm të lutem, si ta shpërndaj pak se do kthehem me njëherë. Jo se s'kam kohë prandaj. Ta them deri këtë të fundit sepse është e rëndësishme për interesin tënd. Cila është arsyeja? Se kjo është e rëndësishme. Cila arsyeja pse u shkarkua Veliaj? Se po ndodhe gjitha kjo. Pse po përfshihet edhe presidenti i Republikës? Po? Është pikërisht arroganca e 86 mandateve që ka marrë. Pse i bëret